Asteroidi shpërtheu mbi oqeanin paqësor me fuqi të barabartë me 10 bomba atomike. A e dinit se disa vite më parë toka u drodh me një ndikim kozmik shkatërues, por pothuajse askush nuk e vuri re. Ajo që do t'ju tregoj ndodhi në dhjetor të vitit 2018 mbi ujërat e akullta të detit Bering, ku një shkëmb hapësinor u shpërbë, duke çliruar energji 10 herë më të madhe se bomba atomike e Hiroshimës. Lajmi mbeti varrosur në brezat e të dhënave shkencore për muaj të tërë, përpara se analizat fillestare të zbulonin se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë në atë cep të largët të paqësorit. Por si mund të kishte ndodhur? Arsyeja për një heshtje të tillë është thjesht gjeografike, duke patur parasysh se shpërthimi ndodhi në brigjet e Gadishullit, Kamçatka të Rusisë, një zonë plotësisht e shkret, pa një aeroplan apo dëshmitar okular të gatshëm për të filmuar skenën me një smartphone. Pra, si e zbuluam? Kataklizma u regjistrua fillimisht nga sensor të mbrojtjes ajrore ushtarake amerikane dhe stacione infratingujsh të shpërndara në të gjithë globin, të projektuara fillimisht për të zbuluar teste bërthamore klandestine, por vetëm më vonë, CNEOS, qendra amerikane që gjurmon objektet pranë tokës, analizoi të dhënat dhe konfirmoi se një fragment i vogël shkëmbi që udhëtonte me një shpejtësi mbreslënse prej 32 kilometrash në sekond kishte depërtuar në atmosferën tonë. Për fat të mirë, toka zotron dy mburoja natyrore të frikshme, parash vetë atmosfera dhe e dyta janë oqeanet e gjera që mbulojnë planetin. Shumica e meteoritëve treten pikërisht për shkak të fërkimit me gazrat atmosferik dhe fakti që sipërfaqja e tokës është krejtësisht e mbuluar me ujë i zvogëlon në mënyrë drastike rreziqet për njerëzimin. Por kur këto ndikime ndodhin pranë qyteteve, historia ndryshon dhe shembujt e pak që kemi nuk do të harrohen lehtë. Në vitin 2013, për shembull, një nga ngjarjet më të famshme ishte asteroidi i Chelyabinsk, i cili shpërtheu në një zonë populluar në Rusi me një forcë edhe më të madhe, afërsisht 440 kiloton. Ai theu dritaret dhe plagosi qindra njerëz për shkak të valës së goditjes, duke shkuar edhe më tej. Në kohë, në vitin 2008, ngjarja e Tunguskës rafshoi miliona pemë në Siberi me një forcë të vlerësuar për 12 megatonësh. Sot sistemet e monitorimit astronomik janë shumë të përparuara dhe shkencëtarët përdorin teleskop modern dhe sisteme e gjurmimit përmirësuara nga inteligjenca artificiale për të hartëzuar trupat qiellor dhe për të parashikuar trajektoret e tyre. Ne madje po testojmë me sukses teknologjinë për të shmangur meteoritët më kërcënues, siç demonstrohen nga suksesi i misionit DART të NASA-s, por ne duhet të qëndrojmë gjithmonë vigjilent.